Dukshmëria e variablave dhe përcjellja e vlerave në C++. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Video do të përmbajmë dukshmërinë e variablave dhe përcjellja e vlerave me përmbajtje dukshmëria lokale, globale, përcjellja e vlerave sipas vlerave, sipas referencës, si dhe variablat statike. Dukshmëria e variablave. Entitetet e emërtuara, të tilla si variablat, funksionet dhe tipet e përbëra duhet të deklarohen përpara se të përdoren në C++. Pika në program ku ndodh ky deklarim ndikon në dukshmërinë e saj. Një entitet i deklaruar jashtë çdo bloku ka dukshmëri globale, që do të thotë se emri i tij është i vlefshëm kudo në kod, ndërsa një entitet i deklaruar brenda një bloku, si një funksion ose një deklarim selektiv, ka fushë veprimin e blokut dhe është i dukshëm vetëm brenda blokut specifik në të cilin është deklaruar, por jo jashtë tij. Variablat me dukshmëri bloku njihen si variablat lokale. Për shembull, kur definohet një variabël lokale, ajo nuk inicializohet nga sistemi, duhet ta inicializoni vetë, ndërsa variablat globale inicializohen nga sistemi automatikisht kur definohen në një vlerë 0. Deklarimi i brezit të dukshmërisë së variablave. Në C++, variablat janë të qasshme vetëm brenda rajonit ku janë krijuar. Variablat e deklaruar për brenda funksionit ose në ndonjë bloku tjetër të brendshëm të programit janë të dukshme, kanë brezit të dukshmërisë vetëm për brenda blokut të tyre dhe nuk mund të përdoren jashtë kufinjeve të tyre. Për shembull, në shembullin vijues kemi variablat globale, numri dhe emri, të cilat mund të përdoren në cilëndo pjesë të programit, dhe kemi variablat lokale, vlera 1 dhe vlera 2 të funksionit main dhe ato a, b dhe s të funksionit sipërfaqja. Shembull, deklarimi i brezit të dukshmërisë së variablave. Për shembull, një variabël e deklaruar në trupin e një funksioni është një variabël lokale që shtrihet deri në fund të funksionit, domethënë deri në klapen A që mbyll definimin e funksionit, por jo jashtë tij. Në çdo dukshmëri, një emër mund të përfaqësojë vetëm një entitet. Për shembull, nuk mund të ketë dy variabla me të njëjtin emër në të njëjtin dukshmëri. Dukshmëria e një entiteti me dukshmëri bloku shtrihet deri në fund të bllokut, duke përfshirë bloqet e brendshme. Megjithatë, një blok i brendshëm, për shkak se është një blok i ndryshëm, mund të ripërdoret një emër që ekziston në një dukshmëri të jashtme për t'ju referuar një entiteti tjetër. Në këtë rast, emri do t'i referohet një entiteti tjetër vetëm brenda bllokut të brendshëm, duke fshehur entitetin që emërton jashtë. Ndërsa jashtë tij, ai do t'i referohet ende entitetit origjinal. Shembull, fushëveprimet e bloqeve të brendshme.
Gëvini re se psilon nuk është i fshehur në bllokun e brendshëm dhe kështu qasja në y ende akseson variablin e jashtëm. Variablat e deklaruara në deklarime që prezantojnë një bllok, të tilla si parametrat e funksionit dhe variablat e deklaruar në unaza dhe kushtet, të tilla si ato të deklaruara në një for ose një if, janë lokale për bllokun që ata prezantojnë. Variablat lokale. Një variabël e krijuar brenda një funksioni i përket dukshmërisë lokale të atij funksioni dhe mund të përdoret vetëm brenda atij funksioni. Shembull. Shembull, një variabël lokal nuk mund të përdoret jashtë funksionit të cilit i përket. Nëse përpiqeni ta qasni atë jashtë funksionit, ndodh një gabim. Variablat globale. Një variabël e krijuar jashtë një funksioni quhet variabël globale dhe i përket dukshmërisë globale. Variablat globale janë të disponueshëm brenda çdo dukshmërie, globale dhe lokale. Shembull, një variabël i krijuar jashtë një funksioni është globale dhe për këtë arsye mund të përdoret nga kushdo. Emërtimi i variablave. Nëse operoni me të njëjtin emër të variablës brenda dhe jashtë një funksioni, C++ do t'i trajtojë ato si dy variabla të veçanta. Njërin të disponueshme në dukshmëri globale jashtë funksionit dhe njërin të disponueshme në dukshmëri lokale brenda funksionit. Shembull, funksioni do të printojë x-in lokal dhe më pas kodi do të printojë x-in global. Çfarë do të jetë dalja? Shembull, ndryshoni vlerën e x-it nga f. Sidoqoftë, duhet të shmangni përdorimin e të njëjtit emër të variablit si për variablat globale, ashtu edhe për ato lokale, pasi mund të çojë në gabime dhe konfuzion. Programet me variabla globale janë të vështira për t'u mirëmbajtur dhe zgjeruar, sepse ju nuk mund ta shikoni më çdo funksion si një kuti të zezë që thjesht merr argumente dhe kthen një rezultat. Kur funksionet modifikojnë variablat globale, bëhet më e vështirë për të kuptuar. Në përgjithësi, variablat globale nuk janë një ide e mirë. Kur funksionet të shumta përditësojnë variablat globale, rezultati mund të jetë i vështirë për t'u parashikuar. Veçanërisht në programet më të mëdha që zhvillohen nga programues të shumtë, është shumë e rëndësishme që efekti i secilit funksion të jetë i qartë dhe i lehtë për t'u kuptuar. Ju duhet të shmangni variablat globale në programet tuaja. Konkluzion. Përdorni variabla lokale me emra të mirë të variablave, sa më shumë që të mundeni. Kjo do ta bëj kodin tuaj më të lehtë për t'u mirëmbajtur dhe më mirë për t'u kuptuar. Megjithatë, ju mund të gjeni variabla globale kur punoni në programet ekzistuese C++ ose kur bashkëpunoni me të tjerët. Prandaj, është mirë të kuptoni se si funksionon fushëveprimi dhe si ta përdorni atë në mënyrë efektive për t'u siguruar që kodi juaj të jetë i qartë dhe funksional. Parametrat dhe argumentet. C++ mbështet dy forma të parametrave me vlera me referencë. Parametri sipas vlerës merr një kopje të vlerave të argumenteve që u janë përcjell atyre. Kjo do të thotë se kur funksioni thirret, vlerat e argumenteve të tij kalojnë nëpërmjet variablave të përkohshme dhe jo të atyre origjinal. Funksioni i thirrur nuk mundet direkt të ndryshojë një variabël në funksionin thirrës. Ai mund ta ndryshojë vetëm kopjen e tij private të përkohshme. Shembull, thirrja me vlera e funksionit.
Kur thirret funksioni dhe i kalohet vlera numri, variabla a merr një kopje të vlerës numri. Si rezultat, edhe pse variabla a në funksion e ndryshon vlerën e saj në 2, ajo nuk do të ndikojë në variablën numri. Ndryshe nga parametri sipas vlerës, parametri sipas referencës merr argumentet që jepen nga thirrësi dhe bën gjithçka direkt në to. Çdo ndryshim parametri me referencë në vetë funksionin e thirrur, drejt i referohet edhe argumentit të thirrësit, do me than edhe ai ndryshon. Për të përcaktuar një parametër me referencë, është e nevojshme të shtoni simbolin ampersand pas tipit të parametrit në interfejsin e funksionit, do me than në shembullin e mëparshëm të funksionit interfejsi f do të ishte. Shembull, thirrja me referencë e funksionit. Le të shohim se çfarë ndodh kur kodi ekzekutohet, numri krijohet dhe inicializohet vlera e tij 1. Kur e thirret dhe vlera numri kalohet, vendoset si parametër në ky është një parametër referencë, kështu që është një referencë për të dhënat origjinale dhe tani kur komanda në funksionin f ekzekutohet, inkrementohet vlera jo një kopjeje. Pra numri origjinal ndryshon në 2. Kur shtypim vlerën numri, marrim një vlerë 2, që këtu është edhe dallimi midis kalimit të parametrave sipas referencës dhe parametrave sipas vlerës. Kalimi një variable sipas referencës lejon një funksion të modifikojë vlerën e tij origjinale. Shembull, thirrja me vlerë dhe referencë e funksionit. Variablat lokale statik. Përveç variablave automatik lokal, ekzistojnë edhe të ashtu quajturat variabla lokale statike. Nga aspekti i dukshmërisë, këto variabla sillen si variabla lokale të zakonshme, do me than. Ato janë të disponueshme vetëm brenda bllokut në të cilin janë përcaktuar. Megjithatë, nga aspekti i jetëgjatësisë, këto variabla sillen si ndryshore globale. Gjithsesi, jeta e tyre nuk ndalet pas përfundimit të bllokut brenda të cilit janë përcaktuar, por zgjasin deri në fund të së programit. Fjala ky që statik lejon që një variabël të ruaj vlerën e saj pasi të përfundojë një funksion. Shembull 1, përdorimi i fjalës qel statik. Shembull 2, mbledhja me përdorimin fjalës qel static.